Pas ditësh të tëra afrimiteti dhe tensioni emocional, në shtëpinë e Big Brother ka ardhur më në fund momenti që shumë ndjekës e prisnin, puthja mes Brikenës dhe Mateos. Të dy janë parë shpesh pranë njëri tjetrit, duke ndarë biseda të gjata dhe duke treguar një afërsi që nuk kaloi pa u vënë re nga banorët e tjerë. Megjithatë, për një kohë të gjatë mes tyre dukej se ekzistonte një lloj hezitimi. Pikërisht kjo pritje e bëri momentin e fundit edhe më emocionues. Brikena u afrua drejt Mateos dhe e puthi, duke e kthyer atë moment në një nga skenat më romantike të ditëve të fundit në shtëpi. Puthja e tyre u prit me buzëqeshje nga banorët, ndërsa në rrjetet sociale momenti u shpërndua menjëherë nga fansat e spektaklit. Për shumë fansa, Brikena dhe Mateo po shihen tashmë si një nga çiftet më të bukur, me një marrëdhënie të qetë dhe të natyrshme. Sigurisht, çdo marrëdhënie është gjithmonë në impresionin e lojës dhe nominimeve, por kjo puthje tregoi fuqinë e emocioneve të sinqerta. Mes gjithë tensioneve, ka ende vend për histori dashurie që e bëjnë spektaklin edhe më interesant për publikun. Një tjetër debat i fortë shpërthen në shtëpi, këtë herë mes Mirit dhe Selinës. Situata nis gjatë një bisede në obor, ku disa nga banorët po diskutojnë për marrëdhëniet që janë krijuar brenda shtëpisë dhe për tensionet që kanë lindur mes disa prej tyre. Në fillim biseda duket e qetë, por shumë shpejt merr një kthes të papritur kur Miri vendos të flasë hapur për Selinën dhe për mënyrën si ai e sheh marrëdhënien mes tyre. Miri i drejtohet Selinës dhe i thotë se sipas tij ajo ende ka ndjenja për të, edhe pse përpiqet ta mohojë këtë gjë përpara të tjerëve. Këto fjalë e habisin Selinën, e cila menjëherë reagon duke i thënë se ai po flet pa asnjë provë dhe se po përpiqet të krijojë një histori që nuk ekziston. Por Miri vazhdon të shpjegojë mendimin e tij. Ai thotë se gjatë ditëve të fundit ka vënë re shumë momente ku Selina ka reaguar ndryshe ndaj tij, duke treguar sipas tij që ende ka ndjenja të pasgjidhura. Ai shton se mënyra si ajo reagon kur ai flet me vajza të tjera tregon shumë për atë që ajo ndjen. Selina nuk e pranon as pak këtë akuzë dhe i thot Mirin se ai po e interpreton çdo gjë sipas mënyrës së tij. Ajo shprehet se nuk ka asnjë ndjenjë për të dhe se gjithçka që ai po thot është thjesht një përpjekje për të krijuar dramë në shtëpi. Debati bëhet edhe më i fortë kur Miri thot se Selina nuk është duke treguar të vërtetën. Ai shton se sipas tij ajo po përpiqet të duket sikur nuk i intereson, por në të vërtetë ende ndjen diçka për të. Në një moment, Miri shprehet edhe më ashpër dhe thotë se sipas tij Selina është mashtruese. Ai shpjegon se mënyra si ajo sillet me disa banorë dhe mënyra si ndryshon qëndrime nga një moment në tjetrin e bën të mendojë kështu. Këto fjalë nervozojnë shumë Selinën. Ajo i kërkon Mirin të mos përdor fjalë të tilla për të dhe i thotë se nuk ka asnjë të drejtë ta quajë mashtruese. Selina shton se ajo gjithmonë ka qenë e sinqertë për atë që ndjen dhe për mënyrën si sillet me njerëzit në shtëpi. Ndërkohë disa nga banorët e tjerë që janë pranë fillojnë të reagojnë. Disa prej tyre përpiqen ta qetësojnë situatën dhe u thon të dyve të mos e çojnë debatin kaq larg. Të tjerë dëgjojnë me interes diskutimin dhe komentojnë mes tyre atë që po ndodh. Miri vazhdon të flasë dhe thotë se nuk ka asgjë personale kundër Selinës, por ai thjesht po thotë atë që mendon. Ai shton se për të është shumë e qartë që Selina ende ka ndjenja për të dhe se ajo po përpiqet ta fshehë këtë gjë përpara të tjerëve. Selina i përgjigjet me tone të forta dhe i thotë se ai po e mbivlerëson shumë veten. Ajo shton se nuk ka asnjë arsye pse duhet të ketë ende ndjenja për të dhe se ai duhet të ndalojë së krijuari histori që nuk janë të vërteta. Debati vazhdon për disa minuta ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë më e tensionuar. Disa banorë përpiqen të ndryshojnë temën për të ulur tensionin, ndërsa disa të tjerë largohen nga zona për të mos u përfshirë në konflikt. Në fund, edhe pse zërat fillojnë të ulen dhe situata qetësohet pak, duket qartë se mes Mirit dhe Selinës është krijuar një përplasje e fortë. Të dy mbeten me mendimet e tyre dhe tensioni mes tyre vazhdon të ndihet edhe më vonë gjatë mbrëmjes në shtëpi. Një debat i fortë ka shpërthyer në shtëpi mes Selinës dhe Juelës, duke krijuar një moment shumë të tensionuar mes banorëve. Gjithçka nisi gjatë një bisede në sallon, ku situata ndryshoi kur Selina filloi të kritikojë Juelën. Selina thotë se ka vënë re sjellje nga Juela që nuk i duken të sinqerta dhe se ajo nuk është një person i drejtë për drejtë. Juela fillimisht u përpoq ta marrë situatën me qetësi, duke kërkuar një diskutim normal pa e kthyer në debat.
por Selina, e irrituar, vazhdoi me tone të ashpra duke e quajtur Juelën si një nga vajzat më të këqija në shtëpi. Selina shtoi se Juela bën veprime pa menduar, duke e nervozuar Juelën që i kërkoi të mos përdor ofendime. Debati u ndes kur Selina përmendi Rogertin, duke akuzuar Juelën se po e bën këtë vetëm për vëmendje dhe lojë. Juela u përgjigj menjëherë duke thënë se Selina po shpik gjëra dhe se misia e saj me Rogertin është normale. Disa banorë u përpoqen të qetësonin situatën, por tensioni mes tyre vazhdoi të ndiej gjatë gjithë mbrëmjes. Në fund, situata u qetësua pak, por përplasja mes Selinës dhe Juelës mbetet një krisje e madhe në shtëpi. Një debat shumë i ashpër ka shpërthyer në shtëpi me Selinës dhe Rogertit, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që ka tronditur edhe banorët e tjerë. Gjithçka nisi pas disa komenteve të Rogertit që Selina i mori si provokim të drejtpërdrejtë ndaj saj. Fillimisht ata po diskutonin në sallon bashkë me disa banorë të tjerë. Biseda dukej normale, por shumë shpejt atmosfera ndryshoi. Rogerti filloi të bëjë disa komente për Selinën dhe mënyrën se si ajo po sillet në shtëpi. Ai tha se sipas tij Selina po luan një lojë të dyfisht dhe se nuk është aq e sinqertë sa mundohet të duket para të gjithëve. Këto fjalë acaruan menjëherë Selinën. Ajo u kthye nga Rogerti me një ton shumë të ashpër dhe i tha se nuk ka asnjë të drejtë të flasë për të në atë mënyrë. Selina i tha se Rogerti po përpiqet vazhdimisht ta provokojë dhe se kjo gjë nuk i pëlqen as pak. Debati u bë gjithnjë më i fortë. Rogerti nuk u tërhoq nga fjalët e tij dhe vazhdoi të thotë se ai thjesht po jep mendimin e tij dhe se nuk ka frikë të thotë të vërtetën. Kjo gjë e nervozoi edhe më shumë Selinën. Në një moment Selina u ngrit në këmbë shumë e irrituar dhe filloi t'i flasë Rogertit me zë të lartë. Ajo i tha që të ndaloj menjëherë dhe të mos përmend më emrin e saj. Selina dukej shumë e revoltuar dhe emocionale, ndërsa banorët e tjerë filluan të shikonin situatën me shqetësim. Rogerti nga ana tjetër vazhdonte të përgjigjej dhe të mos tërhiqej nga debati. Ai tha se Selina po reagon në mënyrë të egzageruar dhe se nëse nuk i pëlqen mendimi i tij, ajo duhet thjesht ta injorojë. Por kjo fjali ishte si një shkëndijë që e ndezi edhe më shumë situatën. Selina u afrua drejt Rogertit shumë e nervozuar dhe në një moment dukej sikur tentoi ta godas nga nervat. Banorët që ndodheshin aty pranë reaguan menjëherë dhe u futën në mes për ta ndaluar situatën që të mos përshkallëzojë. Selina vazhdonte të bërtiste dhe i thoshte Rogertit, "Ik shtuku prej këtu. Mos më fol më. Mos më përmend emrin." Ajo e ofendoi dhe i tha se është lodhur nga provokimet e tij të vazhdueshme. Atmosfera në shtëpi u bë shumë e rëndë. Disa banorë u përpoqen ta qetësonin Selinën duke i thënë që të ulej dhe të merrte frym thellë. Ata i thanë se nuk ia vlen të arrijë deri në atë pikë për një debat. Ndërkohë Rogerti qëndronte pak më larg dhe vazhdonte të fliste, duke thënë se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe se Selina po e egzageron situatën. Kjo gjë bëri që disa banorë të tjerë t'i kërkonin edhe atij të qetësohej dhe të mos vazhdonte ta provokonte më. Selina dukej ende shumë e revoltuar. Ajo vazhdonte të thoshte se Rogerti gjithmonë përpiqet ta nxjerrë nga vetja dhe se kjo gjë është bërë e padurueshme për të. Sipas saj, ai po e bën qëllimisht për të krijuar konflikt dhe për të marrë vëmendje. Disa nga banorët e morën Selinën më njam për ta qetësuar. Ata i thanë që të mos lejoj që një debat ta çojë deri në atë pikë dhe se është më mirë të largohet për pak nga situata. Nga ana tjetër, edhe Rogerti u tërhoq pak dhe ul në një cep të sallonit, por tensioni mes tyre mbetet shumë i fortë. Të gjithë në shtëpi filluan të flisnin për atë që ndodhi dhe për mënyrën se si debati u përshkallëzua kaq shpejt. Shumë banorë u shprehen të habitur nga reagimi i Selinës, ndërsa disa të tjerë thanë se Rogerti e kishte provokuar vazhdimisht dhe se ishte e pritshme që një moment ajo të shpërthente. Situata mbetet shumë e tensionuar dhe duket se marrëdhënia mes Selinës dhe Rogertit është përkeqësuar edhe më shumë. Tani mbetet për t'u parë nëse ata do të arrijnë ta sqarojnë këtë konflikt apo nëse përplasjet mes tyre do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim brenda shtëpisë. Një moment i papritur ka trazuar shtëpinë e Big Brother VIP 5, duke rikthyer edhe një herë Brikenin në qendër të vëmendjes. Një dron është shfaqur mbi ambientet e jashtme të shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve dhe duke ndezur aludime të reja rreth saj. Sipas asaj që u komentua mes banorëve, droni mbante një mesazh që lidhej drejt për drejt me Brikenin.
Edhe pse mesazhi nuk u bëri qartë për publikun në detaje, reagimet brenda shtëpisë treguan se përmbajtja e tij ishte mjaftueshëm e fortë për të krijuar tension. Disa prej banorëve e interpretuan si një sinjal nga jashtë, ndoshta nga një person i afërt me të, ndërsa të tjerë e panë si një përpjekje për të destabilizuar lojën e saj. Breikena u duket surprizuar, por njëkohësisht e përmbajtur. Ajo nuk reagoi me impuls, duke tentuar të ruajë qetësinë dhe të mos japë shumë detaje. Kjo sjellje e saj u analizua menjëherë nga të tjerët, të cilët nisën të pyesin: a ishte ajo në dieni të këtij mesazhi? A konfirmon droni dyshimet për jetën e saj jashtë? Apo është thjesht një provokim për ta nxjerrë nga loja? Pas këtij momenti, atmosfera në shtëpi ndryshoi. Një grup banorësh mendon se droni është një ndërhyrje e padrejtë që synon ta dëmtojë emocionalisht Breikenën. Sipas tyre, çdo informacion nga jashtë mund të ndikojë në gjendjen psikologjike të një banori dhe ta çojë lojën në një drejtim të papritur. Ndërkohë, një grup tjetër e sheh si një të vërtetë që po del në sipërfaqe. Ata argumentojnë se nëse nuk ka asgjë për të fshehur, atëherë nuk ka arsye për shqetësim. Në reality show, çdo detaj merr peshë të madhe. Një dron i vetëm mjaftoi për të rikthyer në tavolinë të gjitha debatet e mëparshme mbi Breikenën, veshjen e saj, deklaratat për traditën, dyshimet për një lidhje jashtë dhe mënyrën se si ajo po e menaxhon imazhin e saj. Ky episod u kthye në një test të fortë emocional për të. Në një ambient ku izolimi është pjesë e formatit, çdo mesazh nga jashtë ka efekt të dyfisht, mund të japë forcë, mund të krijojë pasiguri. Më shumë se sa përmbajtja konkrete, droni u bë simbol i përplasjes mes jetës private dhe asaj publike. Ai ngriti pyetje mbi kufitë e lojës, mbi ndikimin e jashtëm dhe mbi sa e vërtet është narrativa që një banor ndërton brenda shtëpisë. Breikena tashmë përballet me një sfidë të re, të vazhdojë lojën pa u ndikuar nga zërat e jashtëm, apo të sqarojë një herë e mirë gjithçka për të shuar dyshimet. Një gjë është e sigurt, droni nuk ishte thjesht një objekt me qiell. Ishte një moment që ndryshoi dinamikën e shtëpisë dhe e bëri lojën edhe më intensive. Atmosfera në shtëpi nisi si një festë e vërtetë. Banorët organizuan një darkëm simbolike për Selinën dhe Gimbon, plot gëzim dhe dekorime. Gjithçka dukej perfekte. Muzika filloi të luajë, banorët po duartrokisnin dhe Selina e Gimbo ishin gati të nisnin ceremoninë. Por në momentin kulminant, Rogerti u hodh në mes të ceremonisë. Ajo që nisi si një shaka, doli të ishte një ndërhyrje shumë serioze. Rogerti akuzoi çiftin se kjo darsëm është vetëm për vëmendje dhe show. Nuk është e sinqert, u shpreh ai me një ton të fortë. Selina dhe Gimbo mbetën të habitur. Gimbo u irritua nga ndërhyrja, ndërsa Selina i kërkoi të mos ia prishnin momentin e saj të bukur. Banorët e tjerë u përfshin në diskutim. Atmosfera festive u shua shpejt, duke u zëvendësuar nga debatet dhe pyetjet mbi sinqeritetin. Selina u shpreh shumë e zhgënjur. Ajo nuk e priste që një çast gëzimi të shndërrohej në një përplasje të tillë para të gjithëve. Ky moment ka lënë shumë pikpyetje në shtëpi. A do të vazhdoj dasma, apo kjo ndërhyrje e Rogertit ndryshoi gjithçka?